Dita e 13. Johan e Kolampadi 1482-1531. Llamba e humbur e manastirit. Nga Douglas Wilson. Gjëja e parë që duhet të bëjmë në lidhje me këtë reformator është që të sqarojmë punën e emrit të tij. Asesi nuk duhet të ngatërohemi prej tij. Nëse ai do të jetonte në kohën tonë, do ta quanim Johan Llamba. Mbiemri i tij në gjermanisht është Husgen dhe, sipas zakonit të asaj epoke, e Kolampadi e përshtatja atë në greqishten e lashtë. Në këtë artikull të shkurtër, rreth kontributit që ky burr i talentuar dha gjatë reformimit të madh, besoj se mjafton që atë ta quajmë Johan. Kam humbur murgun. Johani lindi në Gjermani në vitin 1482, 10 vjet para se Kolombi të kaptonte Oqeanin Atlantik. Ashtu sikurse emri i Kalvinit është i lidhur me Gjenevën, i Bucerit me Strasburgun dhe i Luterit me Wittenbergun, edhe emri Johan e Kolampadit është i lidhur me Bazelin. Ai bënte pjesë në grupin e studiuesve humanist, të cilët ishin arsimuar në greqisht, latinisht dhe hebraisht. Në vitin 1515, Johani u caktua në detyrën e predikuesit në katedralen e Bazelit. Gjatë qëndrimit të tij në Bazel, ai punoi si asistenti i Erazmit për realizimin e projektit të botimit të parë të dhjatës së re në greqisht nga Erazmi, vepër për të cilën Johani shkroi parathënien. Johani ishte studiues humanist që kaloi në anën e reformimit, kurse Erazmi ishte një studiues humanist që i qëndroi besnik kishës së Romës. Kjo ishte një kohë trazirash frymërore për Johanin, e cila rezultoi në vendimin e tij fillestar për t'u bërë murg, por shumë shpejt e kuptoi që ky do të ishte një gabim i madh, sepse ja se si u shpreh në lidhje me këtë rrethan. Vërtet e humba murgun, por gjeta të krishterin. Një kor gjerman. Johani u largua nga Bazeli për një farë kohe, por u kthye sërish në vitin 1522, kur pranoi një detyrë në Universitetin e Bazelit. Ai ishte ai lloj akademiku që shkëlqente për nga erudicioni dhe ishte mjaft i frytshëm nëpër debatet që zhvilloheshin në atë kohë. Debatet zhvilloheshin nëpër qytete si një mjet për të ndihmuar vendimarrjen për sa i përket përqafimit ose jo të protestantizmit. Dhe fal një debati të tillë, udhëheqësit e Bazelit vendosën t'i bashkoheshin reformimit. Përpasoj, qysh prej vitit 1529, meshat katolike reshtën së mbajturi në Bazel. Kjo ishte një kohë zgjimi të vërtet frymëror, sikurse u demonstrua edhe nga ndodhia e mëposhtme. Rreth kësaj kohe, Perëndia e nderoi Kolampadin dhe kishën e tij me diçka spektakolare. Ndodhte rëndom që gjatë shërbesave të adhurimit, kori i kishës jepte përgjigje në latinisht në momente të caktuara gjatë liturgjisë. Megjithatë, një të diel pashke, bashkësia e Shën Martinit në mënyrë spontane shpërtheu në këngë adhurimin në gjermanisht. Një gjë e tillë nuk ishte ndodhur kurkund dhe asnjëherë më parë. Këshilli i qytetit e ndaloi menjëherë një të kënduar të tillë. Bashkësia u kundërpërgjigj duke vazhduar që të këndonte në gjermanisht. Martesë dhe polemika. Një hollësi interesante ka të bëjë me vendimin e Johanit për t'u martuar në vitin 1528. Bashkëshortja e tij ishte një vejush e quajtur Vibrandis, e cila pasi ky vdiq, u martua me një udhëheqës tjetër të reformimit, Wolfgang Kapiton. Pasi vdiq dhe ky, ajo u martua me një reformator tjetër, Martin Bucerin. Sigurisht që gjëra të tilla ndodhin, por jo shpesh. Në lidhje me çështjen e darkës së Zotit, bota e reformuar ishte e ndarë mes pikpamjeve të luteranëve, kalvinistëve dhe zvinglianëve. Luteranët besonin në praninë fizike të Krishtit në darkën e Zotit. Kalvinistët besonin në praninë frymërore dhe zvinglianët mbanin pikpamjen se ky ritual ishte thjesht përkujtimor. Bazeli është vetëm 70 kilometra nga Zyriu, vendi ku shërbente Zvingli. Johani u misua me Ulrich Zwinglin, punoi bashkë me të dhe mori qëndrimin e Zvinglit për darkën e Zotit. Në vitin 1529,
Johani mori pjesë në mbledhjen e Marburgut, bashkë me Zwinglin, Lutherin, Bucerin, Melanchtonin dhe të tjerë, në një përpjekje të pasuksesshme për unitet protestant rreth darkës së Zotit. Kur Zwingli u vra në betejë në vitin 1531, Johani u trondit shumë prej këtij lajmi të kopshëm dhe nuk vënoi shumë dhe ai ndërroi jetë gjithashtu.